dhe e bënte një gjë të tillë. Dugolli pse s'po gjendet zgjidhje, tregom. Se unë e Sadiku jemi bë gati t'ju komentojmë dhe t'ju kritikojmë. Ja, unë do të rezervohen në këtë drejtim për shkak se vetë kam qenë deputet dhe di se rëndësia qenë deputet është goxha e madhe edhe po shpresoj që deputetët do të gjejnë zgjidhje sepse konstituimi i parlamentit është detyrë e të gjithë deputetëve dhe në këtë rraf shumë po mendoj që shumë gjëra pra janë thënë, janë e zauru, por diçka që pritet e duhet të ndodhë është konstituimi sa më shpejt i parlamentit. Zëqiri, a janë politikisht korrekt dy shokët e tu të Burgut apo ke pritur pak më shumë nga zotit Hasani dhe nga zotit Dugolli? Po e shoh dhe po më vjen keq për zonjës ministresh, e partia së cilës nuk i ka votat me formu qeverinë, dhe arsyeja që kjo ka me të pengo është sepse s'janë votat me formu qeveria. Po ashtu të njëjtën kohë vjen keq edhe për zotit Hasani, partia ati e dyta që është, duket që nuk i ka votat me po qeverinë, dhe këta kanë ngec, as nuk i ka votat opozita, as nuk i ka votat pozita, kështu që ka met Dugolli, a që Sadikun e ke objektiv kritikat ndaj dy anëve i ka? Pak pozicioni cili është keq që ka met kështu? Sadiku është komentator, tash politik aty edhe në studio të fjallë në politiko dhe i lejohet, por unë mendoj që gjithçka e ka rollën e vet. Spari është parlamentit duhet konstituuar sepse pa konstituim parlamentit nuk mund të kalohet në asnjë fazë tjetër, pra madje as me shku zgjedhje të reja, të jashtëzakonshme nuk mund të shkojnë pa u konstituuar parlamenti. Kështu që deputetët është mirë që sa më shpejt ta konstituojnë parlamentin, ka shumë rëndësi edhe qytetarët presin që të konstituohet, pra edhe tjera i dinë ata deputetët. Okej, unë nuk do e zgjas më shumë se pastaj do më thoni shumë e devijova temën. Unë desha t'ju pyes edhe juve Hasani edhe Dugolli, a jeni për koalicionin VV-PDK, shembull, se ju keni qenë koalicion në Burg, keni qenë koalicion shumë procese. Ja të lutem kështrojmë, në Burg nuk kena pas koalicion, në Burg kena qenë të burgosur politik shqiptar. Jo, koalicionin e miqësisë edhe... Na kena qenë shok në animi me në verë para burgjeve. Po, ajo është koalicioni është miqësia. Problemi që ndronë, koalicionet edhe ndikimet politike të mas Burgut janë tjera probleme. Asi i ndani ju, i ndani këto? Ka unë shoqnin me në verë nuk e prishi për vetëvendosjen e PDK-n. Kjo është na do të kalojmë thënie lapidare. Mbi këto tema do të kalojmë. Po. Albolenën, gjyshin e Albolenës na kena pas ideator Ahmet Haxhin. Po. Figurë shumë e njohur. Prej viteve 50 me Adem Demaqin. Po. Njerëzit janë thirrë. Nga figurat kryesore 68-s edhe. Po, tash këtu do t'i shohim. Veprimet që mund t'i bëjë Albolena si politikane, është një tjetër veprim. Po. Ose tjetri. Ne du të shohim formën, zhvillimin, gjithë janë për krijimin e institucioneve, nuk është askush kundër. Vetëm duhet modeli. Se di, ana iku Dugolli, a ju prish lidhja, apo? Ja këputë për mdokët. Jo, ja këputë bash nuk i ka numrat.